Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti pak ditë para balotazhit ka shkuar në Mitrovic për t'i dhënë mbështetjen kandidatit të partisë së tij Faton Pecit, nga atje nën kryetaria e vetëvendosjes Albulena Axhiu, e cila po ashtu ju bashkua Kurtit për të mbështetur Pecin, publikoi një fotografi jo fort të zakonshme. Kandidati për Mitrovicën e Jugut në mes të kryetarit e nënkryetares kanë bërë me duar zemrën, bashkë për Mitrovicën tonë të zemrës, ka shkruar Axhiu krahas kësaj fotoje, e cila po bën xhiron e rrjetit. Sa kaq, për herë të parë që nga koha kur partia e tij humbi kontrollin e Mitrovicës së Veriut ndaj listës serbe në zgjedhjet lokale, Albin Kurti, kreu i lëvizjes vetëvendosje, vizitoi sot pjesën veriore të qytetit. Kurti mbërriti në Mitrovicën e Veriut, i shoqëruar nga anëtar të lartë të vetëvendosjes, ish ministri i drejtësisë Albulena Axhiu, ish ministri i brendshëm Xhelal Zveçlla dhe ish kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç, si dhe kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të komunës së Mitrovicës së Jugut, Faton Peci. Ndërkohë që vizita u bë pa njoftuar për mediat lokale në gjuhën serbe, mediat në gjuhën shqipe ishin të pranishme dhe Kurti dha deklarata ekskluzivisht për to. Delegacioni i lëvizjes vetëvendosje u pa në kafenen shqipe Misini, e cila ndodhet pranë urës kryesore mbi lumin Ibër. Sa kaq vetë kryeministri Albin Kurti është lajmëruar përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ku shkruan: "Ishim në veri të Mitrovicës për të përuruar parkun në lagjen e Boshnjakëve dhe për të parë punimet që po zhvillohen në ndërtimin e qendrës për strehimin dhe për kujdesjen e viktimave të dhunës në familje dhe objektit të shkollës së re, bashkë me kopshtin për fëmijët." Parku që gjendet pranë ndërtesës së komunës veriore të Mitrovicës është një hapësirë shtesë e gjelbër dhe rekreative për më të vegjëlit dhe prindërit e tyre, si dhe për të rinjt që e pëlqejnë sportin e basketbollit. Qendra për strehimin dhe për kujdesjen e viktimave të dhunës në familje, e cila po ndërtohet, ka një kosto të përgjithshme prej 640.000 eurosh. Objekti do të ketë 2 etazhe, 3 dhoma për gra që nuk kanë fëmijë, 3 dhoma për gra me fëmijë, si dhe një dhomë të veçantë për fëmijët, ndërkaq që objekti i shkollës së re dhe kopshtit për fëmijë është një investim tjetër i qeverison prej 4.1 milion euro, në të cilin do të ndjekin mësimet afro 500 fëmijë. Ky është vizioni për të gjithë qytetarët, pa dallim, parqe, shkolla, çerdhe, institucione publike që ofrojnë kujdes, shërbime dhe mirëqenie, shprehet Kurti. Po ashtu Kurti bën me dije se bashkë me kryetarin e ardhshëm të Jugut të Mitrovicës, Faton Peci, ka vizituar 3 biznese familjare në fshatin Kçiq të Madh. Faik Mehmeti na priti në Kiki Home, biznes familjar që merret me tregti të veshmbathjeve dhe artikujve shtëpiak. Ishim mysafir edhe te Valmir Berishës, që vepron në fushën e prodhimit të mobiljeve Vali. Ndërkohë në vizitën në Vali Plast, pam nga afër veprimtarinë e Valon Berishës në një tjetër biznes familjar i cili prodhon dyer dhe dritare plastike. Në këtë mandat, mbështetja për familjet dhe bizneset e mesme të vogla ka qenë prioritet. Përkraja për to do të vazhdoj. Pas 9 nëntorit, bizneset që i vizituam sot dhe plot bizneset të tjera në Mitrovic do të mund të mbështeten edhe në qeverisjen lokale me Faton Pecin kryetar, shkruan Kurti. Ai po ashtu nënvizon se është ndalur në fabrikën Misini nga kompania Aurora Group, por edhe në takime zejtar nga familjet e vjetra të qytetit që i mirëpritën gjatë vizitës së dieshme në Mitrovic. Lindrit Misini dhe fabrika e tij, e cila njihet për prodhimin e ëmbëlsirave, i ka afër 60 punëtor, një biznes familjar i cili punson kryesisht gra dhe vajza. Valdet Veizvullau me kompaninë e tij Aurora Group i punsojnë mbi 100 punëtor, ndërsa operojnë në fushën e ndërtimtarisë. Ndërkohë me zejtarët nga familjet e Ramaxhiku, Nuka, Baliqi, Duraku, Konjusha, Suodolli, Abrashi, biseduam rreth sfidave me të cilat përballen dhe mundësisë për përkraje nga qeveria qendrore dhe lokale. Mbështetja dhe promovimi i prodhimeve vendore është kyç në zhvillimin e vendit. Me lëvizjen vetëvendosje në qeverisjen qendrore dhe Faton Pecin, kryetar të kësaj komune, zejtarët, fabrikat, bizneset dhe kompanitë anë kënd Jugut të Mitrovicës do ta kenë mbështetjen dhe vëmendjen e merituar, shprehet Kurti.